ritakohemi edhe sot. Dihet një energji shumë e fortë në studion, edhe natyrisht jemi edhe ne shumë entuziasta, më shumë kalon koha aq më shumë të forta, bëhen dinamikat, rritet tensioni, kurioziteti, dhe do të flasim pikërisht për ngjarjen më të fortë që ka ndodhur në Prime-in e mbrëmshëm. Rikthimi i Eglit Tako në lojën e Big Brother VIP 4. Ka bërë mirë, nuk ka bërë mirë, polemika, janë ngritur shumë pyetje. Do t'i diskutojmë këto dhe shumë të tjera me opinionistët tanë, kështu që i përshëndesim me një herë. Mirdita Ronaldo, Mirdita Shipe. Përshëndesim gjithashtu të ftuarat e kësaj jave që janë Jorida Rustemi, psikologe Big Brother VIP 4, dhe Ilnisa Agolli, gazetare dhe ish-banore e Big Brother VIP 3. Mirë se vini në fan club. O Heidi, thënë ndryshe, unë jam mashkulli më i privilegjuar në ekran shqiptare se kam një studio plot me gratë. Faleminderit. Më fali, po ç'është duar trokitja kështu? Faleminderit sot. Pra. Ja, ngro, kaq duhet. Kaq për ëmbëlsi. Atëherë, pyetja ime e parë është direkt për Ilnisën, pyetja më shpejt. Bëri mirë Egli që u rifut apo jo? Ishte vendimi i duhur apo jo? Shiko, Egli në të gjithë udhtimin e saj, edhe të jemi realist për të, mua më ka lënë një ndjesi të mirë, le të themi, por jo dhe aq të mirë në mënyrën se si e përdori ndjenjën e saj. Në sensin që ka shumë ajo tha dhe mbrëm të Redioni, se si kur bie në dashuri, ndonjëherë edhe e kam shtypur, tha, apo shkelur, tha, veten me këmbë. Dhe ky rikthim, unë nuk jam për rikthim e njërë, si fillim, por në rastin konkret, specifikues karshi emocionit e Eglit, mendoj që edhe bëri mirë për ta njohur publiku ashtu si që është, në të vërtet, pa e humbur logjikën, si që edhe e ka humbur deri diku. Ja të pyesim pak edhe opinionistët. Ronaldo, ti çfarë mendimi ke? Po, nuk di të thema bëri mirë o bëri keq, sepse në fund të ditës ky është një vendim që i përket Eglit Takos, edhe njerëzit janë të lirë të bëjnë zgjedhjet e tyre. Ajo çfarë di të them Heidi është që gjatë kohës që Egli Tako ka qenë jashtë, një kërshëri e madhe online ka qenë nga fansat, të cilët kërkonin rikthimin e Eglit Takos në shtëpi. Ama me rikthimin e saj në shtëpi duket sikur të paktën në orët e para po i kthehet në një lloj bumerangu, dhe unë nuk e di sa do i vlej Egli Takos rikthimin në shtëpi, sepse si shikues kam një lloj paqartësie përse Egli kërkoi të rikthehej në shtëpinë e Big Brother. Ajo tha që unë dua të rikthehem për të vendosur dinjitetin në vend, po unë nuk e di se si ajo do e vendosi dinjitetin në vend në shtëpinë e Big Brotherit. Pra kjo më konfuzon pak për rikthimin e saj. Gjithsesi, rikthimi i saj është shoqëruar me një ulje të ndjeshme të ndjekësve të saj. Nëse regjia më ndihmon që të shohim pak numrat në LED wall-in, por më duket se janë 6.000 dhe vazhdojnë të ulen. 6.000 ndjekës shumë shpejt. Shipe, mendon cili është mendimi jot? Atëherë, Ilnisa pak më parë tha që nuk është për rikthim, po unë besoj që duke qenë se Egli doli, ka pasur një gjendje edhe të rënduar, plus që ka qenë edhe e smur, mos ta harrojmë, kështu që edhe justifikohet dalja e saj, duke qenë se ka qenë pa qef, le ta quajmë kështu. Mendoj që është vendimi i saj, bëri mirë, nuk bëri mirë, po kjo pjesa e dinjitetit, do me thënë kam ardhur për të marrë dinjitetin tim, unë nuk besoj që Egli doli jashtë dhe la dinjitetin në shtëpi dhe është kthyer për ta rimarrë. A mendon se është një rikthim strategjik që mund ta, apo është një bumerang kjo lëvizje? Mendoj që deri diku është një rikthim strategjik për të sulmuar Gjesin dhe Rozanën, për të ulë figurën e atyre të dyve, besoj, dhe mjaft mirë e tregoi, domethënë dje që ishte bërë si armatur lufte me pak fjalë drejt Rozanës. E ka nisur me Rozanën dhe besoj te Gjesti ka për të përdorë një formë. Po, Ronaldo, a ishte më shumë një akmarrje? Ky rikthimi ndaj Gjestit, ky rikthimi i Eglit? Rikthimi i Eglit me rikthimin e saj në shtëpi tregoi që është shumë e mendefosur, edhe me bisedat që vijuan pas spektaklit kundrejt Rozanës, por për sa i përket uljes së ndjekësve, unë uroj që mos të fitojnë ndonjë avantazh në shtëpi dhe ta mosoj këtë gjë që po i bie ndjekësi, se kam përshtypjen që Egli mund të kapërcej murin pastaj dhe jo ka për të rënë në top, por
ka përshkuar të zyrat e Mark Zuckerbergut. A ishte Ilnisa të pyes pak edhe ty, a ishte e pritshme kjo sjellja e Eglit kundrejt Gjessit? Tani, me sa ne edhe e kemi bërë bigun, aty është e pritshme gjithçka, në një lloj sensi. Do kishte qenë sjellja e njëjtë nëse ajo nuk do të kishte parë videon e Gjessit që pa në Prime-in e mbrëmshëm ku ai tërhiqte çdo llaf afeksioni kundrejt saj. Nuk di të them. Nuk di ta them të plot, sepse Jorida. Jorida është në atë pozicionin e vështirë ku di gjëra, i duhet të thot gjëra, por i duhet të kontrolloj dhe se çfarë thot. Shiko, për mua Egli do duhej të ishte kthyer, por në një fazë pak më të mëvonshme, pasi ta kishte marrë në mënyrë të plot veten. Ajo vërtet ka dalë nga bigu në një situatë shumë ngarkuar, ka qenë e smur fizikisht dhe ka qenë e mbi ngarkuar emocionalisht. Që ky rikthimi si ndikon në situatën emocionale të saj? Egli ka karakter shumë të fortë dhe po flas tani ka dëshirën ta tregojë që di të vendos për veten dhe ka këmbgulur gjatë qëndrimit të saj dhe përpara se sa të hynte, që t'i rregullonte vetë termat e vetat referencës në lidhje me çfarë do donte të bënte. Sigurisht që ka pasur momente që Egli, sikurse pjesa më e madhe e banorëve, kanë qenë të mbi ngarkuar, kanë marrë gjithë shërbimin e nevojshëm. Keni parasysh shërbimi është psikologjik, por është edhe mjekësor atëherë kur nevojitet. Dhe ajo ka qenë atë periudhë të daljes ka qenë veç të tjerash me serume, me probleme gastrointestinale, të cilat domosdoshmërisht do ta ngarkonin dhe gjendjen e saj emocionale. Por nuk ka qenë në pikën e cila është diskutuar dhe mua më ka ardhur keq që e kam lexuar, se duhet të besoni, të paktën duhet ta mirë kuptoni këtë. Ka njerëz të cilët në interesin më të parë kanë që ata njerëz të jenë mirë sepse pas tyre janë vetë ata. Kështu që ne nuk mund të rrezikojmë në asnjë lloj mënyre që dikush të arrijë në pikën që të dëmtojë në një mënyrë ose në një tjetër veten apo të tjerët. Kështu që të tërë banorët kanë qenë në kontroll atëherë kur është gjykuar edhe nga vetë Egli dhe në bashkëpunim. Ne jemi takuar në çfarë do lloj ore, duhet ta dini, ti e di se si funksionon sepse ne jemi takuar edhe gjatë Big Brotherit kaluar kur ti ke qenë brenda. Por nuk dihet tamam procedura. Ajo që ndodh, që dua ta tregoj që të kuptohet, është që të tëra takimet bëhen në person, apo jo? Dëshmitare, po. Po, e vërtet. Dëshmojmë. Takimet bëhen në person dhe bëhen që në momentin kur bëhen intervistat fillestare për të parë përputhshmërinë me programin dhe për të parë se sa personi është në gjendje që ta mbajë atë vendin ku po shkon me gjithë ngarkesat e veta, që dihet që është një vend super i ngarkuar, që ka për të nxitur çfarëdo lloj shqetësimi të brendshëm të kenë njerëzit banorët që do të hyjnë.